Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Kam patur shumë pyetje. Tirana e ke parë Top Arenën, Tiranë si të është dukur Brikena, si të është dukur Mateo, si të duket marrëdhënia e tyre, çfarë po ndodh mes tyre. Në fakt mundem ta konfirmoj që po, e kam parë. E kam ndjekur arenën, Top Arenën, e ndjek pothuajse çdo mbrëmje. Më pëlqen ta ndjek, ka shumë adrenalin brenda, ka shumë energji pozitive, ndoshta në përditshmërinë e jetës, në lodhjen e jetës, ne kalojmë një energji të bukur dhe kjo Top Arena në fund është energjia dhe më e bukur e asaj që ne po e kalojmë. E kam parë edhe çiftin të cilin dua ta përgëzoj, janë të magjishëm. Kur them janë të magjishëm, kanë një qëndrim fantastik, kanë një botë fantastike, kanë një energji fantastike që vërtet të gjithëve na bëjnë që t'i duam, t'i duar trokasim dhe t'ju qëndrojmë pranë. Do të thënë janë unik në stilin e tyre. Mateo dhe Brikena, nga ajo që unë po shoh, nga ajo që po tregohet dhe nga ajo që është virale, janë në një marrëdhënie shumë të pastër me njëri tjetrin. Do të thënë kanë dashuri të vërtet, kanë emocione të vërteta dhe kanë ndjesi të vërteta. Janë në një marrëdhënie fantastike. E jetojnë bukur momentin me njëri tjetrin dhe shijojnë bukur këtë moment. Do të thënë janë të lindur për njëri tjetrin. Tani, e dini kur një marrëdhënie është e bukur? Një marrëdhënie është e bukur kur njëri është në pozitën e plusit e tjetri është në pozitën e minusit. Unë mendoj që Brikena në stadin e një femrës dhe sidomos një femrës që ka qenë mis, një femër që ka gjitha të trup të bukur e gjitha të femëroritet, më duket shumë njerëzore dhe normale që të jetë me këto qëndrime, të ketë këtë natyrë të karakteri që aty mërzitet, aty bëhet përsëri e lumtur, aty thyet në shpirt, aty gjallërohet përsëri dhe mendoj që në një lidhje dashurie, pikat e bukura, emocionet e bukura, ndjesitë e bukura pikërisht janë këto, do të thënë, kjo është ajo lidhshmëria, ajo energjia e bukur që e bën një çiftin që të jetë i lumtur dhe të jetë pozitiv, që i jep domethënë një çiftit energji shumë të bukur. Unë mendoj që Brikena është ideale në stilin e saj dhe të gjitha këto që ne na duken defekte, nëse mund t'i quajmë defekte, për Mateon janë dhuratat e bukura që Brikena i ka në karakterin e saj, se po të mos t'i ketë këto gjëra, mendoj që edhe Mateo nuk do t'a ketë atë energjin për të nxjerrë nga vetja e tij pozitivitet, për të nxjerrë nga vetja e tij sekretet karakteri që ai nuk i ka nxjerrë. Flas në marrëdhënien e atyre të dyve. Unë mendoj që një femër kur e ka këtë lloj luhatjen gjithmonë e merr atë vlerësimin e mashkullit, sepse mashkulli për të mos e lënduar, për të mos e thyer në shpirt, për të mos ja prishur zemrën, mundohet t'i jep lëvizje dhe vlerësime dhe mendoj që çifti është fantastik dhe ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të qelluar. Unë e shoh si marrëdhënie të vërtet, e shoh si marrëdhënie të sinqertë dhe e shoh si një marrëdhënie ideale.